Hani 2 banane në ditë dhe i thoni lam të mirë çdo problemi, jasit i përdorni. Shumica e njerëzve nuk kanë kohë për të ngrënë shëndetshëm dhe kështu përfitojnë të hanë më shumë ushqime të shpejta se sa të shëndetshme. Përderisa konsumi i frutave dhe perimeve lihet pothuajse krejt pas dore. Shkencëtarët dhe nutricionistët kanë të qartë se shumica e njerëzve preferojnë ushqime të tilla duke ditur se ushqimet e mira dhurojnë vlera të natyrshme për funksionet më të mira të sistemit tuaj trupor. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bananet për shembull janë ushqime shumë të shijshme dhe të shëndetshme, për shkak se ato do të përmbajnë edhe më shumë substanca të mira për mbrojtjen e shëndetit. Konsumi i tyre mund të jetë një përzgjedhje fantastike në shkak të ndikimeve pozitive që kanë në organizëm dhe jo vetë. Bananet janë të veçanta edhe për konsumet tuaja ditore dhe ndikimet që do të ofrojnë në organizëm do ta bëjnë atë një prej frutave më të rëndësishëm për t'i pasur pjesë të dietave tuaja. Bananet përmbajnë shumë pak sodium, por kanë gjithashtu nivele shumë të mira të kaliumit. Ullumtimet kanë gjetur se konsumi i përditshëm i bananeve mund të reduktojë riskun e sulmit në zemër me të paktën 40%. Nëse keni probleme me sistemin tretës, si kapslloku për shembull, edhe hani banane, ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave dhe elementeve ushqyes për mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të vlerave të organizmit. Nëse ndiheni të lodhur dhe të dobët, konsumoni bananet. Bananet do të sigurojnë gjithashtu energjinë e nevojshme gjatë gjithë ditës. Ato sigurojnë energjinë e duhur përpara ushtrimeve. Janë një aleate mrekullueshme e organizmit për t'i ngrënë gjithashtu edhe përpara ushtrimeve. Nëse trupi juaj ka nevojë për më shumë hekur, bananet mund të jenë fruti më i pëlqyer në këtë aspekt. Studimet kanë treguar se shtimi i këtij frutit në menun tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese edhe në parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët i cilësojnë bananet si një nga frutat më të mira për organizmin. Ato janë të mira gjithashtu edhe kundër problemeve të kollës dhe të dhimbjeve të fytit. Ky frut i shëndetshëm mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Arsyet pse duhet të konsumoni banane në përditshmërinë tuaj janë vërtet të larmishme. Bananet ndihmojnë dhe parandalojnë në një mori të problemeve dhe gjendjeve të shëndetit, kështu që mund të bëhen një përzgjedhje e mirë ushqyese për dietën tonë. Sipas Healthline, këto janë arsyet kryesore pse duhet të shtoni këtë frut në dietën tuaj. Bananet janë të mira për nervat. Bananet janë të pasura me vitaminat B që ndihmojnë në qetësimin e nervave. Vitamina B përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat kanë ndikime të mira edhe te gjendja juaj emocionale. Bananet janë një frut që mund t'i japin përfitime mjaft të mira edhe për personat që vuajnë nga anemia. Ajo është e pasur me nivele shumë të mira të hekurit, që stimulon gjithashtu edhe prodhimin e hemoglobinës që gjendet në gjak, kështu ndihmon edhe në rastin e personave që janë anemik. Shtimi i këtij fruti në dietën tuaj do të përkthehet në një mburojë më të mirë shëndetësore dhe më pak komplikacione që i kanosen vazhdimisht shëndetit tuaj. Bananet janë të mira gjithashtu edhe në rast se vuani nga depresioni. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve që vuanin nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë ngrënë të paktën një banane në dietën e tyre ditore. Kjo për shkak se ky frut është një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ngjashme. Banania është një frut shumë i mirë edhe për personat që kanë shtypje të lartë të gjakut. Ky frut tropikal mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë pasi është i pasur me nivele të larta të potasiumit dhe një sasi e vogël e kriprave, duke e bërë atë të përsosur për personat që vuajnë nga shtypja e lartë e gjakut. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë edhe të dhimbjeve të kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke e përzier atë me mjaltë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në shëndetin tuaj. Bananet e qetësojnë stomakun, kurse ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e zbutjeve të dhimbjeve të kokës.
Bananet janë një frut fantastik që mund të lehtësojnë gjithashtu edhe të vjellat e mëngjesit. Sëmundja e mëngjesit manifestohet vazhdimisht edhe me të vjella në fillimet e shtatzanisë. Mos ngrënia e bananeve në mes të ushqimit ditor gjithashtu mund të jetë një arsye pse mund t'i përjetoni ato, por shtimi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj, kryesisht edhe në mëngjese, mund të jetë një përzgjedhje fantastike për shëndetin tuaj. Duke mbajtur larg kështu të vjellat e mëngjesit, kryesisht edhe te gratë shtatzana. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë për të lehtësuar gjithashtu edhe pickimet e mushkonjave. Përpara se ta aplikoni kremra të shtrenjtë për të lehtësuar pickimet e mushkonjave, provoni të fërkoni lëkurën me të brendshmen e bananes. Kështu do të keni përfitime të mira në zbutjen e këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e tyre. Bananet janë një frut fantastik për të përmirësuar sistemin tuaj tretës. Bananet do të ndihmojnë në rikthimin e aktivitetit të jashtëqitjes që gjendet edhe kështu ofrojnë më pak probleme me kapsllëkur, si një laksativ i mirë fantastik që mund të japë rezultate të mira në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së tretjes. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër problemeve të ulçrave. Bananet janë përdorur gjithashtu edhe si një ushqim kundër çrregullimeve të zorrëve për shkak të materjes së butë të tij. Gjithashtu ato neutralizojnë aciditetet e tepërta dhe zvogëlojnë gjithashtu edhe irritimet e mbështjelljes së stomakut, duke dhënë një përzgjedhje të mirë ushqyese në dietën tuaj ditore dhe duke ndihmuar shumë në këtë aspekt. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të kontrollit të temperaturës. Në shumë kultura ato janë përdorur për të rregulluar temperaturën e trupit dhe për të ndihmuar gjithashtu në freskimin e tij. Bananet janë të mira kundër çrregullimeve. Çrregullimet janë një formë depresioni që ndodh te disa njerëz, kjo edhe për shkak të sezonit, sidomos kur jeni më pak të ekspozuar në dritën e diellit, duke dhënë kështu rezultate negative në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët citojnë se ky frut fantastik mund të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit edhe në betejën kundër problemeve të djersitjes së tepërt. Për shkak të djersitjes së tepërt mund të humbisni shumë minerale të trupit tuaj, ndaj konsumi i këtij fruti në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe gjithashtu rimineralizimin e tij. Bananet janë një frut fantastik që mund të ofrojnë shumë përfitime dhe vlerat e tyre në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i ofroni organizmit tuaj. Konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje fantastike të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i bananeve në menunën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i jepni organizmit dhe të lehtësoni komplikacionet që ju kanosen në përditshmërinë tuaj. Potasiumi është minerali vital, i cili ndihmon në normalizimin e rrahjeve të zemrës, dërgon oksigjen në tru dhe rregullon gjithashtu edhe balancat e tij në ujin e trupit. Kur jemi të stresuar, gjithashtu trupi juaj do të përshpejtojë metabolizmin dhe do të zvogëlojë nivelet e sodiumit dhe potasiumit. Këto do të ribalancohen me shtimin e bananeve në dietën tuaj, çka do ju ndihmojë dukshëm në menaxhimin e niveleve tuaja të larta të stresit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Shtimi i këtij fruti në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Bananet do të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet të sulmeve në tru. Një ullumtim për New England Journal of Medicine citoi se të hani vazhdimisht një banane çdo ditë mund të jetë një zvogëluese e rrezikut të humbjes nga pikat në tru deri në 40%, duke i dhënë këtij fruti vlera të larmishme ushqyese në parandalimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së tij. Shtimi i bananeve në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në reduktimin e lythave. Ata të cilat ndjekin alternativat natyrore betohen se përdorimi i lëvoreve të bananes mund të jetë një zbutse shumë e mirë e problemit të lythave të tyre, duke mbajtur lëkurën më të butë, më të shëndetshme dhe më pak probleme të ngjashme. Përdorime të tilla të këtij fruti mund ta shtrëngojnë lëkurën më mirë dhe të izolojnë gjithashtu edhe krijimin e lythave. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.